edhe me Suedin ka luajtur si kundër Islandës. Me Zvicrën u mënu me luajtur në sulm, nuk i dul, kam u kthy prap te çaj formacioni që ti kur të se ki topin më mbrojt me 9 veta me portier. Po. Sulmuesi i parë me njek topin midis dy linjave. Çashtu ka me luajt, domethënë edhe unë nuk besoj edhe Slovenia ndoshta është kundërshtari vetëm i barabartë në grup me neve, vlerën e kanë më të madhe se Kosova. Rashica dhe Zhegrova janë dy senatorë të kombëtarës. Rashica i ka 10 vjet, që pjesë e kombëtarës, edhe Zhegrova nëse ju 10 i ka 8 prej 2018-s. Edhe emni i të dy lojtarëve është shumë i madh. Domethënë edhe ofron siguri. Formacioni nuk ndryshon përveç Delova nëse nuk është 100% inkuadrohet Albian Hajdari. Muriqi shkon në port, treshja e mbrojtës Ilir Krasniqi me Albian Hajdarin dhe Fidan Alitin, dy krahët Vojvoda me Gallapenin, dyshja klasike mes fushës Rexhbeqaj me Avdullahun dhe i treti Florian Muslia, dyshja e sulmit do të jetë përsëri Këta ka një përparësi besoj short. Vedat Muriqi me Albion Ramonin, po Albion Ramonin ndoshta mundet mos avencu me Simaja, po. Me Fisnik Aslanin, po pak menoj kështu shkoku që Fisnik Aslani për dallim pe Albionit është pak ma i zonës, ma ofanziv, ndërsa Albion Ramonit për ndihmon që është pak ma i lehtë dhe për bën me sushurin e katërt. Se menoj që nuk kanë me inkuadru Zhegrovën, se do është ma herët me ndërry, po s'ndërryva nuk e fut Zhegrovën ndeshje, se nëse futet Zhegrova ndeshje, do të më ndryshu edhe skema. Po. Nëse ne ndryshojmë skemën, rezultati pozitiv shumë ka me kon probleme marë. Po tash. Bimza tash ashtu edhe që ashtu duhet më konë realisht. Formacioni fitus nuk preket. S'pako e kina po që te klubet ndodh kjo. Formacioni fitus nuk preket. Po te kombëtarja mundet me pas përjashime se vinë mas një muji prej lojve të fundit edhe normal. Dikush ka rame, dikush ngjitje. Normal, Ferrari dhe Lamborghini janë Miloti edhe Edoni. Ferrari dhe Lamborghini për kombëtarën tonë. Si përkundër që Albioni edhe Fisnik Aslani janë dy top sulmues, unë asnjëherë për mendimin tem nuk e shoh kombëtarën e Kosovës pas startuve Vedat Muriqi. Që është mbreti i sulmit të na.